Ka filluar turneu i boksit Memorial Vllaznia 2025 që i dedikohet boksierëve shkodran, të cilët nuk jetojnë, mes të cilëve është edhe vllai juaj, profesor Zefi, i minjori Ndoce Xhoni, në listën e këtyre boksierëve. Emocion kur organizohet ky turne, ku rikujtohet derrota Ndoce Xhoni? Ja për vllahun tim është emocion, po është për gjithë ata se kena pas një jetë tonë qysh me shiqyra e Lilin e Dimon Kullët gjithë. Por ky memorial kësaj rrallë ka një të veçantë, sepse këtë memorial si mjetë po e bëjmë me Fist and Fire, po bëjmë me boksierë presionistë. Janë 3 neshe presionistë, janë 3 neshe presionistë, janë presioniste. Neshe të hapta, neshe që boksierë që vinë këtu janë prej kompanisë, Fist and Fire, janë paguar shumë atje për me fitu, edhe ata kanë ardhur me dëshirë. Pra, kjo është edhe do të japim disa mirënjohje prej bashkisë e prej federatës, Kujtim Demit, Limon Kullës, Vitar Martinez dhe Mark Pishkashit. Përpos natës së tretë që janë 3 ndeshjet e boksit profesioniste. Për boksin amator, dita e parë filloi mirë për Shqipërinë, 2 fitore për bokserët e mirë. Gocën e amatorët i kena të mirë, bokserët fort mirë. Prandaj nesër kanë me kena edhe më të mirë, nesër janë 6 nesër, 6-7. Edhe ditën finale janë 5 nesër amatore, të fortë edhe marrë janë zgjedhë, që janë polak, edhe italianët, edhe macedonësit, këta malezes. Do të jenë nesër të forta, edhe amatorët do të jenë fortë, edhe presinit do të jenë fortë, besoj se kësaj radhë publiku vjen edhe sheh boks. Me cilin kombëtar rivalizon Shqipëria në boksin amator? Me thonë drejtën, ne nuk jena përballë me asnjë kështu si... Me Italinë sot nuk është kombëtare as italiane, as shqiptare. Janë individ. Me kombëtare në rajon jenë mirë, jenë të fortë. Kush do ta fitojë turneun e këtij edicioni? Nuk e di. Nuk e kam njeh fort. Unë jam atë jam personu se rrate të presionizmi gas. Të boksierët presionizmi me bin sportos që shkodan, që në Shkodër bëhet boks tamam, presionist. Urojmë sukses, profesor. Faleminderit.